Divorci që tronditi shqiptarët, si e deklaroi Fatos Nano ndarjen nga Regjina në televizion dhe u martua me Gjoanën. Një prej divorceve shqiptare më të zhurmshme ka qenë ai i Fatos Nanos, ish kryetari i Partisë Socialiste. Ish kryeministri Nano u martua në moshën 24 vjeç me Regjinën, vajzën që e njohu në vitet e para të gjimnazit Sami Frashëri në kryeqytet. Pas 27 viteve martesë dhe 2 fëmijëve, ata u divorcuan duke shkaktuar jo pak zhurmë. Në një intervistë në vitin 2001, Fatos Nano deklaroi publikisht direkt në televizion ndarjen nga Regjina dhe lidhjen me bashkëshorten aktuale Gjoana, 21 vite më e re në moshë. Unë kam iniciuar procedurat e divorcit, kam formalizuar qëndrimin tim për fat të keq të pakthyeshëm me gjykatën. Janë arsye të gërshetimit jetësime familjare me vuajtjen, gëzimin, konsumimin dhe efektin e politikës dhe karrierës së politikës së kryetarit të opozitës dje dhe majorancës sot. Janë mjaft arsye njerëzore që ndodhen, më vjen keq që më ndodhen mua dhe që më çojnë mua tek shfaqja në publik i këtij morali. Unë një raporti të konsumuar i them legalisht dhe publikisht ndal, shprehet Nano. Në gjykat, Nano mori përsipër peshën e fajit për ndarjen dhe vetëm një vit më vonë kurorëzoi dashurinë me Gjoanën në një ceremoni në kishën ortodokse në Tiranë. Ndarja dhe martesa e dytë e ish kryeministrit Nano ishte ngjarje që tërhoqi vëmendjen dhe lanë shenjë në opinionin publik pasi sfiduan mentalitetin e kohës. Pas tërheqjes nga politika, Nano bëri një jetë mes Vienës dhe Tiranës. Daljet e tij në media janë tepër të ralla. Tani që e shoh pas 21 vitesh, deklarata e tij është shumë civile e drejt për drejt, ka komentuar moderatori i këtij emisioni.